Sot në datën 16/10/2025 u mblodh Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin për verifikimin e mandatit të deputetit zotit Besnik Brahimi dhe zotit Shkurt Lasku, të ardhur nga lista shumë emërore e Partisë Socialdemokrate në qarkun Shkodër. Po paraqesim këtë raport në mënyrë të përmbledhur të Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetit, verifikimit të mandatit deputetëve zotit Besnik Brahimi dhe zotit Shkurt Lasku. Kuvendi në mbështetjet në 164 të kodit zgjedhor i është drejtuar Komisioni Qendror Zgjedhjeve për ta njoftuar për vakancat e krijuara nga dorëheqja nga mandati i deputetit zotit Tom Doshi dhe zonjës Sabina Jorgo. Për shkak të njoftimit vakancave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vendimet numër 1395 datë 9/10/2025 dhe numër 1415 datë 13/10/2025 i ka dhënë mandatet e deputetit kandidatëve vijues të listës shumë emërore të Partisë Socialdemokrate, zotit Besnik Brahimi dhe zotit Shkurt Lasku. Pas verifikimit që u bë mandatit fituar dhe krahasimit me legjislacionin e aplikueshëm, rezulton se vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka respektuar kërkesat e parashikuara në nenet 69, 70 dhe 71 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Për sa i përket procedurës së dhënies së mandatit, është respektuar në 164.2 i ligjit 10.019 datë 29/12/2008 Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, sipas të cilit mandati i ndërprer i kalon kandidatit vijues të listës së një parti politike në zonën zgjedhore përkatëse, si dhe është ruajtur balanca e gjinisë së përfaqësuar. Në konkluzion, sa më sipër, Këshilli vlerësoi se për deputetin zotin Besnik Brahimi dhe zotin Shkurt Lasku nuk rezulton asnjë paligjshmëri në zgjedhje që ta pengojë atë për të bërë betimin në seancë plenare. Përpasoj, zoti Besnik Brahimi dhe zoti Shkurt Lasku, që kanë fituar mandatin e deputetit në mbështetjet në enit 4.1 të rregullores së Kuvendit, ftohen në seancën plenare të Kuvendit për të bërë betimin si kusht për të filluar ushtrimin e mandatit deputetit. Ju falemnderit. Faleminderit. Në mbështetjen në enit 72 të Kushtetutës dhe në enit 4.1 të rregullores së Kuvendit, ftoj deputetët e rinj për të bërë betimin. Në mbështetjen në enit 4.3 të rregullores së Kuvendit, unë do të lexoj tekstin e betimit, ndërsa zoti Besnik Brahimi dhe zoti Shkurt Lasku do të ngrihen në këmbë dhe do të deklarojnë betohem. Betohem me nderin tim se do të kryej me ndërgjegjet e tyre si deputet i popullit në Kuvend. Do të përfaqësoj denjësisht popullin dhe do t'ju bindem Kushtetutës dhe ligjeve. Do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe do të mbroj të drejtat dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me të gjitha fuqitë e mia për përparimin e atë dheut dhe mirëqenien e popullit tim. Zoti Ibrahimi. Zoti Lasku. Urime dhe punë të mbarë. Vazhdojmë me një